Miqtë e dashur dhe ju shikues të emisionit në sofrën tonë. Sot ku marrë në restorantin Geg këtu në Brezovic, tek Bujari Mere, kuzhinier njëkohësisht edhe kamarjer, i cili do na përgatis 3 specialitetet e tij, të cilat janë diçka të pazakonta. Bujar më bësh me orë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kalut, mirëserdh në restorantin tonë Geg në Brezovic. Si restorant jem të hapur që 4 vite. Tash prezentimi i restorantit dhe kuzhina jonë, si për fillim e ka starterin, dhe me thonë është pogoqja e shtëpisë, si e zakonshme si gjithkund, gjiza e fshatit, sallata e fshatit, krejt që kisha me veçu pi tradicionale si pjata, është këpurdhat e mbushura, që bëhen me spinaq edhe me ajk. Është një specialitet unik, një shije fantastike, edhe pjesa tjetër e veçantë në specialitetin tradicional në Geg është djathi i përgum, është djathi i mosër, kur bëhet servimi tina me sheg, arra dhe mjall. Edhe patjetër që flia nuk mungon as në Flia asnjëherë në sofrën shqiptare s'mungon dhe s'ka me mungu asnjëherë, dhe me thonë kjo është recepta starteri për fillim në restorantin Geg. Bujar, më trego pak për vetën ti personalisht që sa kohë merresh me këtë punë. Une si në pjesën e gastronomisë kam filluar që 16 vite, kam punu një kohë edhe në Evropë. Është një kohë shumë e shkurt, pjesa më e madhe është në vendlindje. Tash për momentin jam rahat në vendlindje, është një kënaqësi me punu në vendlindje. Tash si restorant Geg e ka ofruar shumë mundësi, si në shërbim, si në servim, si krejt senet, si në profesionalizëm, krejt senet janë këto. I përmenda këtë fillim që i ke 3 specialiteta. Po, specialitetin e parë që keme servu është bifteku nguri, që keme pje këtu bashk, është me të lynë shpijes dhe me buter, edhe keme pje këtu bashk, me juve, si specialitet është shumë i kërkum, si specialitet është unik, si shije është fantastike, edhe mas të i kalme orë pjata e dytë është bri e timusur, që vjen, edhe pjata e tretë është gjok zvici i timusur. Do me thonë janë ndër 3 specialitetet Geg që dominujnë në restorantin të. A kërkojnë më shumë këto? Kërkesa është shumë e madhe për krejt klientat që i kem, janë këta, edhe janë shumë të nësë mishteria, dhe me thonë dominën, për 3 specialitetës s'muj mi ndo asë njënën për tyne. 3 të veçanta? 3 të veçanta. Ata po fillojnë a përgatit në të porën, Pa tjetër. E para është, dhe me thonë bifteku nguri, tash edhe e bojnë bashkë edhe tim dimën. Se s'po pritet edhe mu me e po? Po, pa tjetër. Qatë mënyrën e veçan që e bëni. Okej. Na erdhi bifteku. Bifteku. Ky është bifteku, ky qëndron në frigorifer të mishit, 28 ditë, me temperaturë normale 16 gradë ose 13 gradë, edhe prej atyshit vjen të na ku e servojmë, pjekja e tina në kuzhinë bëhet veç 5%, pjesa e tjetër e biftekut bëhet nguri, që tash keme po, dhe me thonë si pjesë, si proces, se qysh shkon, qysh vazhdon deri te pjesa e servimit të klientit. Shoqëri pas ka bo biftekut edhe, çka kemi këtu? Klyni i shtëpisë, është krypa e malajës dhe këpurdhat e përgume. Dhe me thonë që janë pjesë e tavolinës sot të biftekut. Dhe me thonë ajo pjesa ma interesant që nga nguri tash për përgatitje. Tash nguri vjen po, jem gati, edhe atë pjesë tash e bojmë si procedurë. Dhe me thonë kësa ju dohen kohë 28 ditë, dhe me thonë që ndrën në frigorifer të mishit special që është, edhe me temperaturë 14 gradë ose 13 varë tash për ambientit që është, edhe është mas 28 ditëve gati për shërbim në kuzhinën tënë të veçantë në Geg, kësha me thonë. Qytet është se shikuzve dhe shqiptarë, në përgjithësi ju interesën me ditë sa kushton kjo. Kjo është një çmim shumë i arsyeshëm, është një çmim shumë i arsyeshëm, dhe me thonë si biftek, dhe me thonë vjen 500 gram, edhe çmimi i tij është 40 euro. 40 euro. Edhe është biftek taman i klasit por, është biftek i viçit, ju biftek çado se mish, kisha me thonë çado mish se që ka çado mishi, por dhe me thonë është i klasit por si mish edhe vetë kene me po tash kur ta bojmë servimin e tij. Sa merr kohë me përgatit? Ky deri në kuzhinën tonë që vjen, pas 28 ditëve që vjen, do me thonë përgatitja e ty në bon dikon për 40 minuta, me tavë, me biftek, me krejt senet që i shenë këtu që i servut, 40 minuta i vynë ku më përgatit. Edhe me dalë në tavolinë. Me dalë një avlen, edhe nuk ka shumë 40 minuta.
Ja, dhe. Në ardhë guri, a? Guri. Nxehtë. Pres posh. I ka dikon 130 ose 150 temperatura tina është. Kur të lyni shtëpisë, domethënë në këtë mënyrë servohet. Edhe era po i dhe ka e mirë? Era shumë është e mirë. Është gjithçka bio, domethënë e kësaj. Tu drejt shkryet krejt. Po, drejt shkryet, edhe e merr një ngjyrë kafe, edhe mas ne është gati për servim të mishit. Shtu edhe me të knotë syni ka të shem njërin e përgatitjes. Ja, që edhe ngjyrën e kafe e ka marrë, edhe është gati për servim. Kjo jo që shërbet edhe me thikë me viron, po mund është më shërby edhe me dorza, se dorzet janë higjienike, mund është shlirë. Atë qes njën. Kamerak, këto edhe këpurat e vërgumi ke të freskëta. Ma interesant, po ma let me dorë. Shumë ma letë. Që ti më stani? Sa është me produkët. Edhe ira po i vjen. Edhe që kështë e jute? Të shtaku së shumë. Po së shpërbim se rrata? S'pëm zanë, shumë a. Që kjo është krype e Malajës? Aja qesëm kështë të krypën. Se problem. Që edhe krypën e qesëm qatë mënyrë. Mon është edhe ti, edhe pak një shije shumë mirë. Si jam kuzhini. Mbrëll. Mirë është, shumë mirë. Dhe me thonë këty i vinë ku 5 minuta ose 7 minuta, nguri në pjekë, se thash edhe më herë që është një ndër mishat ma cilësur, që e përgatitëm këto, edhe i kem 5 minuta ose 7 minuta kohë dhe kjo është gjithçka gati, si me shërbet medium. Shumë shpejt, e tje po. Edhe pak kryp të Himalajës, edhe është drejt përfundimit është e gatshme për të më servu. Na të rego pak disa komente që i merë për njerëzve kërja u shërben, rrëth biftekut. Komenti maj mirë është, ose kisha thonë maj shpesht është që ushqimi u konë shumë i shishëm. Edhe shërbimi u konë fantastik, edhe thash si pjauta, pe shefit kuzhinës vazhdon, mbykëqyre gjithmonë, shefi i sallës, edhe mënyra profesionale e kamarierave që e shërbejnë tavolinën e klientit. A keni klienta edhe të huj? Kem klienta edhe të huj, edhe për nacionalitetit shqiptar, amerikan. Çka po thënë amerikan? Kur po vinë këto? Gjithmonë është një surprizë kur del kjo në tavolinë. Unë kisha me thonë mbreti kësaj sufrës bifteku. Edhe tash jem gati, do me thonë, si proces ka përfundu. Po. Mujna me servu edhe me shiu edhe shijen e biftekut. Po e kërkojo ne dhe po të regaj. Së është problem. Vesh një copë. Po. Tani kemi edhe 2 specialitete tjera. Po, pa tjetër. Këto. No? Është një malë. Ishte dis, s'ko lidhe. Një vlerësim nga ju të gjithë qysh. Nalja se u qohë duke i zysha. Nalja vapë. Nalja se ka mushku e flasë. O, lujta. O, një ma të vogël. Besëm që drejt kom e të regu. Shumë e sinqert, më. E sinqert. Vejt. Shumë falenderit. Shumë, e sheshme edhe për një me javë dhe i ka.
Hajde bujar hajde, me specialitetin e dyta. Po, specialiteti i dytë është bri i tymosur, me këta bojna pak shu. Është një sos i mishit që e vendosëm gjithmonë, pjata vjen e nxehtë. Brit e tymosura dikush shkojnë me 9.5% yndyrës, po momentin kur i tymosëm dhe i terëm, një sasi caktume, këta dikon 7% shkojnë me yndyrë. Nuk është një sasi shumë e madhe, një sasi shumë e mirë edhe për shëndetin, edhe për krejt, si bri janë të pastërta, janë shumë mira, dhe me thonë edhe vetë keni me shiju me po përgatitin e tyne, dhe me thonë servimin e tyne, dhe me thonë bot me perime dhe me patate. Sa po të marku me bu? Kjo si pjat i ka dikon 15 minuta ku, dhe me thonë keme shku edhe me pasi gjithë shka që përgatitet prej mishnav, është fura e druve aty, edhe e bojmë me furë druve, me ogjak, edhe atë pjesë mas ne i keme po, se si shkon procedura e mishit që pjekët. E sa po kushton tash? Me qenë se për biftek ja qëtëm çmimin. Një porcion i brive tymosur që shërbehet me perime dhe patate është 15 euro. Është një çmim i arsyeshëm, nuk është shumë i madh edhe kur e dim se çfarë veni jem domethënë pjesën turistike në Brezovic. Po. Për atë arsye dhe shumë specialitete. Çka ka të veçantë? Të veçantë është se ky mish, domethënë në mënyrë perfekte, domethënë shkojmë edhe ja largojmë brit një mas një, edhe si mish është i klasit të parë të brive. Edhe kem gati për servim. Ma e mirë se biftekës mina me thonë, numër 1, po... Tash apet keme vendos për qire. Apet edhe këta. Edhe kjo po mene që ka me dojtë 10-10. Edhe unë po mene që është. Nuk mëj me zxedh, me nda, me veçu se cila. Të një cu pak ma të vogël. S'është problem. Ne ka një sasi të vogël të yndyrës, por në? Ma mirë ma pak yndyrë. Ma pak. Dhe. Faleminderit. E sollëm edhe specialitetin e tretë, që është? Specialiteti i tretë është gjoks i tymosur, gjoks viçi. Gjoks viçi. Edhe ky, sa i përket yndyrës, i ka 4.3 yndyrë. Momentin kur tymoset shkon 3.2 yndyrë atina. Dhe me thonë, është edhe ky mish i klasit parë, specialitet geg, qyshe ceka dhe merë çdo pjatë, çdo sen, është gjithmonë mbikëqyrje shefit kuzhinës, shefit sallës, edhe ka me orë të që në tavolinë në qëtë mënyrë, dhe me thonë kam u servy, dhe me thonë është mish pa vjam, pa yndyrë, dhe me thonë qëtë mënyrë edhe shërbena edhe në tavolinë, edhe te klienti është... Edhe mënyra shërbimet me të leon për shtypja? Në qëtë mënyrë dhe me thonë edhe këta e bojmë. Po shoqëroj ka me? Patate, perime dhe qep. Të thonë gjithmonë në shoqëroj me? Gjithmonë, po me sene, edhe këta si gjithmonë perimet, këta dominujnë në pjesën e mishit si gjithmonë, si te brit e viçit, edhe mas ne edhe te pjesa e gjoksit i mosër. Me thonë këtu kanë 3 specialitetet e veçanta dhe që ka kërkesa mas shumë. Kërkesat mas më janë prej qytyne, dhe me thonë, që dominujnë, edhe kem e fundit është, file viçi edhe ato e përgatisim, sikur pjesën e biftekit, po në mënyrë pak më të veçantë se bifteku. Dhe me thonë, e kene me marinu këtu, keme pi këtu, edhe tete procedura e servimit edhe jo kene me po vetë. Bujara ke mendu këto specialitete me i qu jashtë vendit dikon. Ideja s'është e kje që me menu se ka menu, por që se ja arrim në erë qëllimit pëse ju. Kër e dim që sofratuna kanë qëllësi shumë të mëdhe, edhe shërbimi ju në ka shumë qëllësi të mirë, gjithmonë thash pe jonës menaxhmentit, edhe staf, edhe krejt jem, organizimi s'mungon asnjëherë. Bujarën të kisha thonë rre se me shtu ushqime në knoqme. Faleminderit. Mos e lëshe vende. E më trego pak sa është e vështirë për ty, apo e lodhshme. Me i përgatit këto, në rast se ka shumë klienta, edhe pak shqiptarët janë pa durushë, me dojnë me njerë mësë mjaftof. Unë kisha me thonë, çdo kush që e ba një punë me qef, me vullnet, asnjëherë s'është e lodhshme. Asnjëherë s'është e lodhshme,
edhe gjithmonë klientat kanë mirë kuptim, si në sjellje, si në krejt senet, si në vonesa, se ndodh tash për shembull që ka vonesa, është sezon, është ajo, ama gjithmonë ka pejona klientët është gjithmonë një arsyetim shumë i mirë se e shohin edhe vetë që është gushve madhe. Tash këto sollëm si përfundim? Si përfundim është fileviçi, kur këto e përgatisim edhe këto në sallë, domethënë ku e bën para klientit, po e përgatitim me raste shkoku i kus, ka raste që nuk mundem edhe me përgatit shkoki ngarkesës. Po për sot e kem gjithë kur me përgatit, domethënë po filloj me procedurën, domethënë është çekoni që e rre mishin, bën në këtë mënyrë, e palosëm, domethënë e kem. Nala, të shona është liron që ke? Jo me dhonë, ka zanë pa kuzhinira. Shumë mirë. Edhe marinimi tina bot me kryp Himalaje, biber, fara, çdo pjesë e tina spërkatët, edhe në këtë mënyrë palosët, edhe pjesa e tjetër, domethënë, mund është edhe ti pak marinim që ke mundësi po. Po. Tash pjesa vajure është me vaj ulliri, domethënë ku e kem gjithmonë një pjesë shumë e mirë, edhe si përfundim është gati me u servu, edhe kjo është një pjatë njësoj pak a shumë e ngjashme me biftekun, po është pak ma e hollë kisha me thonë, ku pjekët fileviçis, edhe fileviçi si mish është pak ma i hollë se pjesa e biftekut. Gjitha këto që nga të regove, a janë sekrete? 50% po. 50% po. S'moj mi kallëzu krejt sen. Ma mur mendja. Tash jemi gati, tash vjen edhe pjesa tjetër, kur e pjekom këto edhe servojnë. Edhe gurin a erdhë, tash ka mitë veç me sosa. Ka pjesa finale, është gjithmonë me të lynë. Dhe me thonë ka rëndësi edhe që kjo e dymja që shtë nuk bën nashta me vaj ose nuk dele njëjta? E djeg mishin, dhe me thonë e hup edhe kapacitetin edhe cilësien, e mishit edhe shien, krejt në qëfë se nuk e luj mirë edhe e mera në gjyrën kafe i një shpijes edhe është gati për servim. Mund është edhe te me provu. Edhe pak, si gjithmonë. Edhe kjo i dënë dikon 10 minuta ose 7 minuta kohë që është gati edhe kjo është për servim. Tash po këto e bojmë me raste shkoki ngarkesës të madhe të klientëve, kur e kem pak ma qetë, ditëve jashtë vikendit muna me servu edhe këto në këtë mënyrë. Dhe me thonë, edhe kjo është mishat shumë të mirë, edhe ngjyrën e ka marrë, edhe shijen. Interesant edhe kjo pjesë e procesit ngurë. Është e veçantë, sidomos në restorantin Gig, sidomos kjo pjesa e biftekut, e këtyne, e gjoksit. Kisha me thonë, asnjëherë s'morët me një restorant tjetër me shiu. A ka të tjerë, apo veç pakit që bujnë këtë një përgatitjes ngurë? Unë kisha thonë... Edhe nga lind ideja që me bua dhe jo? Jo, dhe pakit, po kisha thonë që s'ka heq. Veç jo? Veç na jemi. Partë në vend. E nga lind i kjo ideja me gurë? Ideja... Se ka ardhë, edhe je këni marrë prej diku. Ideja është që e 50% që s'po mujna krejt sekretet me i tregu. Okej, për mojna sekret, pra. Bujar, unë të falenderoj shumë që gjete ku me ndo me neve nga të regu për specialitetet që ju i bëni në restorantin Gig. Falenderit, ishte knatësi, jenë të njësë ardhër, edhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë. E për ju emision të dashur, emisioni në sofrën tonë vjen çdo të ente në ora 19, ku gatuaj me dashni, me shije, me njerëz të zakonshëm që kanë diçka të pazakontë.